4 vjeçare zotit Kurti? Komplet. Pse? Për ashtu Mitrovicën që të gjithë po thojmë që ka bo mirë dhe është mirë dhe duhet më bo më mirë, sepse nuk është komplet mirë, tjera gjona komplet ka stagnu. Qëf në ekonomi, qëf në arsim, qëf në çdo gjonë që ka kjo qeveri për 4 vjetë, e ka stagnu, e ka nol, e ka bloku. Betejë kundër korrupsionit? Cilët korrupsion? Jo, Ky se ka nol korrupsion. Po e listuar në video? Po jo, kjo është një video propagandistike e cila nuk duhet me marrë vëmendje qytetarëve. Keq, po thu? Jo, kjo është një paralajmim që po bëjmë qeverinë Kurti 3, e ku vetë lëvizja vetëvendosje ende i ka pa ditë gjykatës supreme, që do me boti qeverinë, ku nashta gjykata supreme e merr për bazë ankesën e lëvizjes vetëvendosje. Ata mundën o mu përsërit zgjedhjet, o mu anulu zgjedhjet në diaspora, po çka kanë bërë këta ankesë. Kështu që kjo është edhe një video e plasuar para opinionit shumë herët, sepse nuk janë certifiku rezultatet, dhe në atë video këta kanë paraqit gjitha të mirat sipas tyre që i kanë bërë, ndërsa këtë është një rranë e kulluar në këtë video për ashtu Mitrovicën. Kush do tjetër s'ka të vërtet. E rranë? Kretë. Po zona Bajrami? Gjithat vërtet? Zona Bajrami nuk i ka, e ka shumicën i ka që e ka godit në çdo pikë videon propagandistike televizëve vendosje, e ka godit me mendimin e saj se çka u dosh me bë. Ajo ka godit edhe kekun, e ka godit edhe korrupsionin gjithkohon, që këta kanë orë në qeveri me nol korrupsionin, këta kanë leju korrupsionin. Këta kanë leju korrupsionin, e kanë leju mos punën, e kanë leju mos dijen. Është e tmerrshme për çka ndodhur për 4 vjet. E tmerrshme. Unë e them, për ashtu Mitrovicën, që të gjithë jemi të pajtimit që është bërë diçka, unë ol dinari që është më e mira, që edhe qeveri tjera kishin ol, sepse i ka koha. Janë policia jonë atje, e mojnë një rand, janë largu banditat, kanë dolë në Serbi, cilët kanë herë mundën me na hitinës, po megjithatë e nol. Zyrtarisht nuk ka më protesta, është në kontroll situata, pra aq sa janë mundësit. Për ndryshe tjetër